Andi Hoxhaj, çfarë bëri Andi që tërhoqi vëmendjen e mbretit Charles në 2023-shin, në dhjetor 2023-shin? Siç mundet të t'i referohemi në vitin 2022, shqiptarët ishin një përfat keq nga numri më të lartë që erdhën në Britaninë e Madhe me varka të vogla dhe në Britaninë e Madhe u lakuan edhe u muam jashtë mase të shqiptarë, pati dhe një keq interpretim si nga politika dhe pati dhe më disa nuanca jo pozitive për komunitetin tonë dhe unë jam munduar nëpërmjet shkrimeve dhe publikimeve të mia shkencore, po dhe ato nëpër gazeta, që të pasqyroj një qasje tjetër që pse disa nga këto gjëra po ndodhin, çfarë rreziqesh keni dhe nga ajo pas e kam dëshmuar në Parlamentin Britanik disa herë dhe jam angazhuar me mediat në Britaninë e Madhe dhe ajo pastaj në dha besoj një frym më pozitive ku shteti shqiptar së bashku me shtetin britanik bërë një marrëveshje që mundet ta zgjidhin atë si problem dhe nga ajo në shenjë mirënjohje mbreti më dekoroi. Po, na thuaj pak,